Ushtruesja e detyrës së presidentes në Kosovë, Albulena Haxhiu, ka shpallur një ditëzie shtetërore në nderim të jetës dhe veprës së akademikut Recep Qosja. Haxhiu bëri homazhe në nderim të një nga figurave më të rëndësishme të mendimit kritik dhe albanologjisë shqiptare. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, antar të kabinetit qeveritare, deputet kanë zhvilluar homazhe përkujtimore dhe kanë shkruar në librin e Zis vlerësimet e tyre për Recep Qosjen. Vepra e Recep Qosjes është një nga arritjet më të rëndësishme të mendimit kritik dhe kulturës shqiptare në shekujt 20 dhe 21. Ai u dallua si kritik letrar, eseist dhe intelektual publik, duke kontribuar në mënyrë të thellë në analizën e identitetit kombëtar, historisë dhe zhvillimit të letërsisë shqipe. Po ashtu, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës ka mbajtur mbledhje për ndarjen nga jeta të Recep Qosjes. Ai ndërtoi një opus të gjerë dhe të qëndrueshëm, i cili jo vetëm pasuroi fondin ton shkencor e letrar, por edhe kontribuoi në formësimin e vetdijes son kombëtare në periudha vendimtare historike. Familja e Qosjes, siç ishte dëshira e fundit e akademikut, nuk mori pjesë në këtë organizim. Ndarja e tij nga jeta shënon humbjen e një prej mendjeve më të ndritura të kulturës shqiptare, ndërsa trashëgimia që la pas do të vijojë të ndikojë edhe në brezat e ardhshëm.